Zotë Ministër, mua më vjen keq që vjeni në një pozitë në fakt për një projekt që nuk është i juaj, jeni detyruar të mbroni, por edhe mund të tërhiqeni. Nuk është turp që të pranoni dështimin e ministres para jush. Dhe unë tani do t'ju them, do t'ju cilësoj të gjitha shkeljet ligjore, të gjitha mangësitë e projektit dhe gjithë shkatrimin që i sjell qytetit të Durrësit. Merdi keq që harxuat 10 minuta kohë për ta treguar sa i bukur, sa i mirë dhe sa vlera ka Durrësi. Këtu jemi dakord bashkë. Dhe unë po them t'ja ruajmë ato vlera dhe ju po thoni t'ja shkatrojmë ato vlera dhe këtu ndahemi bashkë. Se unë mendoj që palca e qytetit, vendbanimet e qytetit janë të rëndësishme për të ruajtur të patjetërsueshme. Kur vajta në Durrës, takova banorët, turistët, fotografonin dhe ishin në rrugicat e Durrësit për të parë qytetin siç ka qenë dhe siç kanë jetuar edhe më përpara. Edhe për murin që e bët legjend, muri është pjesë e një banese dhe ka kuptimin e tjetërsueshëm, është pjesë e asaj banese. Dhe projekti nuk parashikonte as ndriçimin, as ruajtjen. Parashikon atë që them unë, shëmbjen e banesës të gjithë siç është. Sepse banesa është bashkë me muret brenda, nuk ka banesë pa mure. Por për të mos a kthyer vetëm tek një rast, sepse në fakt tu është shkelur i gjithë procesi, është sharake të thoni që po janë bërë konsulta dhe dëgjesa se i ka dëgjuar dhe kryeministri, apo i ka dëgjuar dhe Martin Mata apo Sander Carapuli. Ligji i shpronësimeve është shumë i qartë. Ligji kërkon që banorët e prekur drejt për drejt të dëgjohen dhe të konsultohen. Nuk mund të konsultosh institucionet e tua për të prish banesën e dikujt. Nuk mund të bësh transparencë me institucionet e tua në varësi pa i thënë të zotit të banesës që do të prishet banesa siç e kërkon ligji. Ligji 8561 i vitit 1999 pikërisht për shpronësimet, se jeni duke bërë këtë proces, të kërkon që banorët të jenë të njoftuar dhe banorët nuk janë njoftuar as në fazën e projektimit, as në fazën e konsultimit, as në fazën e vendimarrjes. Dokumentat themelore, Zoti Ministër, si pasaporta objektit, akti konstatimit teknik, projektet, preventiva, ekspertiza, nuk ekzistojnë dhe nuk janë vënë kurrë në dispozicion. Zoti Ministër, unë sot do t'ju jap juve, ta keni se ndoshta ja u fshehin, një kopje, se kam bërë dhe një kopje për ju. Këto janë deklaratat personale të firmosura nga të gjithë banorët, me karta identiteti se cili me të dhënat e tyre personale që tregojnë që për këtë projekt nuk janë pyetur kurrë, nuk janë dëgjuar kurrë, nuk është ofruar asnjë lloj informacioni dhe prona e tyre rezulton e ndryshme në realitet nga ajo që reflektohet në projekt. Shumë nga pronat në projekt janë të hedhura me gabime, sepse janë bërë duke marrë Google Maps ata italianët që ka zgjedh ADF-ja dhe s'kan shkuar kurrë në teren për ta parë se si është realiteti. Kam pronën këtu të zonjës Entela Koja ku i thoshin projektuesit që jo, nuk ka qenë ky kati i lartë. Dhe kur nxorën të dhënat që ka qenë ai kati, edhe në dokumentarët e Italisë, po shikoni dokumentarët Luçe dhe i kanë nxjerr me prona kanë qenë, e po s'ka gjë tani do prishet se kështu na është dukur neve. Dhe kjo është çmenduri që ti të vendosësh një standard që si i duket njërit apo tjetrit. Kam pronën këtu të marr përsëri nga ushtria italiane, të marrë me dokumenta nga ushtria italiane, që është totalisht siç ka qenë atëherë, të zonjës Senada Laçi, e cila e ka marrë zoti Gonxhe me dokumenta, me foto, njësoj siç ka qenë atëherë është edhe tani, sepse këta njerëz janë treguar të kujdesshëm që mos të tjetërsonin trashëgiminë, dhe siç ishte foto e ushtrisë italiane është edhe sot. Tani pse kjo nuk është trashëgimi për të ruajtur dhe duhet shëmbur dhe duhet bërë aty një stol në park, se nuk e kuptoj kush është vlera e turizmit dhe kush është vlera e projektit. Ti lexon një plan menaxhimi
plan menaxhimi i cili është bërë pa njohjen e zonës, pa nxjerr aty brenda çfarë do të mire do të kishte qyteti. Ju përveç planit PTID keni dhe planin BID, të dyja të ndërtuara dhe të dyja për interesa të privatëve, sepse ju edhe tani që keni miratuar, ja u thash edhe në fillim në formë pyetje, nuk keni të miratuar një plan të detajuar vendor për të thënë që këto banesa që do të prishen nesër do të jenë lulishte apo do jenë pallate të reja, sepse plani i ri që do dali vendor që nuk është miratuar, mund të miratojë që në vend të këtyre e bukur e Durrësit është të jetë nga 15 katëshe pallate të reja. Tani si e zgjidhim ne këtë? Kush është garancia këtu që prona private nuk po rrëmbehet për t'ia dhënë një privati tjetër i cili është pjesë e një karteli në Durrës? Po këtë e zgjidh ligji, sepse ju nuk jeni duke funksionuar me ligj, zoti ministër. Vazhdojmë. Ligji kërkon që pronari mund të marrë përsipër detyrimet për realizimin e investimit në rast se ju keni një projekt për të ndryshuar fytyrën Durrësit. Kjo gjë nuk ju është ofruar asnjëherë pronarëve, sepse ata as nuk janë takuar. Nuk i është thënë pronarit që duhet bësh të ndërhyrje për të mirën e qytetit, duhet ta shkëpusim këtë murin, duhet bëjmë këtë tjetrën. Fare. Dhe nuk mund të quash një projekt, se ju e thatë këtu në fillim, projekti i rijetëzimit. Nuk është shkatrimi rijetëzim. Nuk është, se keni nxjerrë dhe një metodë, që u habita atje dhe në fakt kam konsultuar edhe arkitekt. E shëmbim për ta rikonstruktuar. Nuk është rikonstruksion ai më. Ti kur e shëmb baroj, nuk ekziston më ajo vlerë, po ndërton diçka krejt të re. Nuk ekziston ky koncept, zoti ministër. Pastaj, erdhe këtu dhe nuk më the, ma thuaj minutat e tjera, kush është modeli, një model të një qyteti në botë që ka rafshu vendbanimet, ka rafshu banesat për t'i dhënë hov turizmit apo për të ruajtur identitetin. Shëndet, fjalë vërtet. Nuk ka asnjë model nuk ka që rafshon banesat. Po, ka vetëm një model, luftën. Pra ku ndodh lufta, e normale rafshohen, se vjen pushtuesi dhe i rafshon, dhe mundohen pastaj qytetarët, qeverit, që mbas lufte ti ndërtojnë siç kanë qenë, duke munduar të bëjnë më të mirën. Pas lufte patjetër. Lufta, qofse ne jemi në luftë, e qofse janë luftë banorët me qeverinë e tyre, dhe qeveria e tyre janë pushtuesit, dhe ADF-ja është ushtria që i ka vënë pushtuesi për t'i shkatruar, na i thoni. Dhe unë tërhiqem ka modelet luftrave kudo në botë. Por nëse është një qeveri e cila duhet ketë interesin publik, ligjin, VKM-t e këtij shtetit, atëherë ju jeni duke i shkelur ato me të dyja këmbët. Në kërkesën që ju dërgova, zoti ministër, ju kam referuar VKM 169 datë 22/2020. Kjo VKM thot, mbahet proces verbal në digjesa. A më keni sjell ju mua ndonjë proces verbal apo banorëve? Në emër të interesit publik? Jo, sepse s'keni një proces verbal të mbajtur nga digjesa. Kush ka marrë pjesë? Kush ka qenë në këto digjesa? Siç ja kërkon VKM-ja. Dhe e dini pse nuk e keni? Sepse ju vjen turp të sillni emrat e punonjësve tuaj që kanë mbushur sallën aty. Sepse ju vjen turp të sillni emrat e patronazhistëve që s'kishin lidhje fare me Durrësin, që vinin nga Tirana atje për të bërë show me Elva Margaritin dhe me Edi Ramën me maska. Dhe maskat ishin gjëja më e bukur që kishin aty, se i ngjanin fiks hajdutëve, të cilët kishin vajtur për të plaçshkitur trashëgiminë e Durrësit, identitetin e Durrësit. Ku e keni këtë proces verbal? Ku i keni proces verbalet e digjesave? Nuk mund të thoni kemi dëgjuar veten. Kemi dëgjuar bashkinë, ministrinë, muzeun e drejtorin ton të financës. Se këto nuk janë digjesa që kërkon ligji. Ligji i planifikimit të territorit. Ligji i planifikimit të territorit, po ashtu kërkon që të gjitha ndërhyrjet në territor të bëhen me plan të përgjithshëm vendor dhe me plan detajuar vendor që miratohet nga Këshilli Bashkiak. Unë kam shkresën
nga Bashkia e Durrës që thot ne nuk kemi zë në këtë kapitull sepse të gjitha i ka bërë AADF-ja. Pra plani i një qyteti na e bëka AADF-ja. Dhe kush? AADF-ja që sot ka më shumë tërheqje vëmendje nga UNESCO për plaçkitjen që po i bën trashëgimisë kulturore shqiptare se sa çdo organizat tjetër në gjithë botën, se askund në botë nuk ekziston që ta marrë privati me butrin, me orë, me piramid, me çfarë të keni ju këtu, ja keni dhënë me Kalan Elbasanit, ja jepni AADF-s që nuk e di ku fillon dhe ku mbaron interesi i reciprok i të gjitha palëve. Po ashtu keni shkelur VKM-n 686, të cilat detyrojnë transparencën e procedurave të konsultimit, zoti ministër. Të gjitha këto cënojnë disa të drejta që janë të drejta kushtetuese të qytetarëve të Durrësit, që është e drejta e pronës, që është kufizimi i lirive themelore të tyre dhe është barazia e tyre përpara ligjit. Janë detyrimet sociale të shtetit për t'i garantuar banesën dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe është detyrimi juaj që të na argumentonit këtu sot se kush është interesi publik i Durrësit. Kush është interesi publik që mbrohet duke shkatruar atë që është identiteti i Durrësit. Ju duhet na thoni sot këtu kush janë kriteret, zoti ministër, që projekti juaj shkatron banesën e Fatmir Zotajt, që ka kontribuar në qytetin e Durrësit më shumë se çdo njeri tjetër atje për t'i dhënë gjëra qytetit, për të vendosur drita qytetit, për shtruar rrugicën qytetit. Kush është gabimi që ka bërë apo çfarë të keqe i sjell qytetit të Durrësit banesa e Armand Rufës, që është i gatshëm të paguajë çdo gjë për ta bërë sipas projektit që doni ju për të ruajtur trashëgiminë e banesës tij 3000 vjeçare. Ma thoni mbi ç'bazë kriteresh prishet shtëpia e Rita Kazazit, ku ai që është brenda murit të shtëpisë dhe janë bashkufitar nuk prishet. Se ai nuk e dëmton trashëgiminë, se është baba i drejtorit atje dhe këtu. Kurse shtëpia e Ritës dhe biznesi i Ritës e shkatron trashëgiminë. Se u dashka më shumë një stol aty se sa jeta dhe vendbanimi i një banori, që i shkatrohet jeta. Ma thoni, zoti ministër, për sa i përket shpronësimeve, patjetër që ju e dini shumë mirë që në janar ndryshohen çmimet e referencës. Patjetër që ju e bëni këtë për t'i dhënë atyre një kothere. Nuk ka asnjë kuptim që ju të vini në dispozicion 3.1 milion dollar, 3.1 milion dollar për shpronësimet dhe 6.7 milion dollar për gjyrosjet e fasadave. Do me thënë, kushto kanë më shumë gjyrosjet e fasadave që t'i bëjmë të bukura se sa jeta e banorëve që u shkatrohet shtëpia dhe pronësia e tyre. Pra këto janë shifra reale, janë shifra që i thot projekti. Si mundet ju t'i thoni nga sot nesër njeriu që jeton me familje dhe me breza 3000 vjeçare në Durrës, se nuk ka që ku ka rekorde ata janë banorë aty, ti thuash ik ti nga sot nesër, ik për një copë buk, ik se dua unë, ik pa ligj. Ky është pushtues. Dhe unë ju ftoj, zoti ministër, që në shkelje të gjithë këtyre ligjeve, është ligji për vlerësimin e ndikimit të mjedisë. Unë nuk doja ta bëja diskutim thelbësisht ligjor, sepse ju i keni shkel të gjitha ligjet, se keni bërë ju vlerësimin e mjedisë fare, që është detyrimi çdo projekti. Ku e keni? Nxirreni. Nuk e keni për asnjë gjë, sepse projekti është vendosur brenda zonës së mbrojtur arkeologjike dhe e keni detyrim sipas ligjit. Nuk e keni bërë. Dhe për aq kohë sa janë shkel të gjitha ligjet, të gjitha VKM-t, është bërë pa transparencë, pa konsultim, është kundra interesit publik, atëherë ju si ministër mos ngelni peng e maskave të Elva Margaritit, Martinit dhe Sandrit.
apo të besës që mund t'i ketë dhënë kryeministri. Po ngriu në lartësinë e detyrës, kërkoj rishikimin total. Ta mbaroj fjalin. Kërkoj rishikimin e projektit, zbatoni ligjin dhe bëni më të mirën për Durrësin dhe për banorët e Durrësit, se Durrësi nuk ka kuptim pa banorët e vet brenda. Faleminderit. Faleminderit. Zoti